Gjeneta Fetahu merr pjesë në varrimin e vëllait të Gjestit. Ceremonia mortore e mbajtur në fshatin Pavlan të Pejës për 15 vjeçarin Eldion Kelmendi, vëllain e këngëtarit Besart Kelmendi, Gjesti, ka mbledhur qindra qytetar të afërm, miq dhe kolegë të afërt të familjes. Mes shumë figurave publike që shprehen dhimbjen dhe solidaritetin e tyre, të pranishëm ishin edhe ish-banor të Big Brother VIP Albania edhe Big Brother VIP Kosova. Në mesin e tyre u pa edhe Gjeneta Fetahu, e cila u bë pjesë e ceremonisë për të qëndruar pranë Gjestit dhe familjes së tij në këtë ditë të rëndë. Ajo, së bashku me ish-banorët e tjerë si Eglitako, Danja dhe Rizarta, u pan të afër me Gjestin, duke mbështetur me fjalë dhe përqafime ngushëllimi. Pjesëmarrja e Gjenetës në këtë ceremoni tregon edhe një herë se lidhjet e krijuara gjatë eksperiencës në reality show shkojnë përtej lojës dhe ekranit. Në këto momente të vështira, të gjithë ish-banorët e pranishëm kanë treguar unitet dhe mbështetje të sinqertë për fituesin e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Pamjet nga varrimi pasqyrojnë qartë dhimbjen e thellë të familjes dhe miqve, por edhe solidaritetin e atyre që ndan me Gjestin kohë të rëndësishme në publik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.